Një tjetër argument që e përdorin ata që i mbështesin edhe i vlerësojnë jashtëzakonisht lart demonstrantat e vitit 81 është se pas kësaj ndërpritet procesi i serbizimit ose jugoslavizimit të rinjve shqiptar, sidomos në zonat urbane. Edhe mas demonstratave të 81-s edhe shëtitjet në përkorzën e Prishtinës, për shembull, organizohen daras, në një krah shqiptar, në një krah serb. Qysh është? Po, sigurisht. Është fakt, domethënë që më kujtohet në atë kohë se kemi shëtit në për qendër të Prishtinës edhe ishin të nda, mirë po shiko pa të krijuar një far klime, sidomos pas kushtetutës vitit 74, pas universitetit e tjera, u kriju një klimë e tillë politike këtu në Kosovë, saqë më shumë se asnjëherë tjetër gjatë historisë tyne shqiptarët e Kosovës nuk janë orientuar ka Beogradi si në atë kohë. Për shembull, mbashin koncerte të ngjuara në Serbokrate këtu, vishin këngëtarë prej Beogradit, përcilleshin me mira vetë në ato koncerte e tjera. Mirë po, ato e vendosin një lloj shkëputje edhe një lloj ndërprerje të lidhjeve të Prishtinës me Beogradin, sidomos me Serbinë, dhe kjo është një kontribut jashtëzakonshëm i tyre. Për arsye se në demonstratat e vitit 81, kur njësitë speciale serbe, kishte edhe të krajinave tjera, por ato kryesisht ishin serbe, edhe nën politikën serbe, me intervenimin e tyne, me dhunën që e përdoren. Pastaj gjatë burgosit, gjatë hetimeve, të rinjt u burgosen shumë, u rrahen, u maltretun, u morën dënime të ashpra, kryesisht ishin njerëz të pafajshëm, edhe kjo tregoi domethënë që sa keq trajtoheshin shqiptarët në Jugosllavi.